Ferizaj. Të Ferizaj kemi një komunë që mujna me kry shpejt, është komunë pa baljotash, mendoj ne. Këtu absolutisht mendoj që fiton Argimaliu. Pra, tash Ferizaj për shembull është një prej komunave, jo e vetmja, po mendoj që është, si thonë, pararancë në këtë drejtim, të qëtit transformimit urban që e ka nisë zoti Aliu dhe i cili po e shëndron Ferizaj nga një, si me thonë kështu, mos të më keq kuptojnë Ferizajësit, për nga një grumbull ndërtesash në qytet me fizionomi. Dhe nuk është vetëm në nkalimi, se ajo bo shumë e famshme, se do në zamë është projekt shumë i mirë, po nuk është vetëm në nkalimi, është edhe sheshi që është ndërtu, dhe më thonë fryma që ju ka dhonë kështu me radhë, Ferizajit, e natyrisht edhe zhvillimi ekonomik që i ka ndodhur Ferizajit, por që nuk është për shkak të nivelit lokal, po në përgjithësi si komunë, mendoj që këtu natyrisht qytetarët janë me Argimaliun dhe da votojnë ato, sepse Argimaliu e ka dëshmu që për punë të mëdha, edhe ka gatishmërinë edhe i qënë dhe në fund. Mendoj edhe njëjtë që fiton pa baljotar zoti Aliu. Kemi folë edhe këtu disa herë, e meriton një mandat, e meriton pa baljotar, për shkak të krejt punëve që janë kryer në Ferizaj. Natyrisht ka vrejtje se cili, a ishtë bëhë kështu, a ishtë bëhë kështu, po ka ndodhë transformimi. Duhet me vlerësu kandidatin e LDK-s, që është i edukum, është i sjellshëm, por me që atë LDK-ja është shumë poshtë në Ferizaj, kështu që Argimaliu me merit fiton. E kemi shtimen. Të shtimja, që veç me bu pak një digresion me që kem të folë për Ferizajin, por kjo është, si me thonë, në përgjithësi. Kur themin ata zëm që Argimaliu ka qenë kryetari i mirë, ose kur themin që Emir Ahmeti ka qenë kryetari i mirë, se po në mendoj për para Emir Rama ka qenë kryetari i mirë Vishnisë. Si më ka thonë që në konë për sosët. Natyrisht i kanë vërejtet e tyre. Pra t'ja përmende këtu për shembull me Visar Azemin në Ferizaj ka potencial dhe kërja murit. Po na po flasim për rrethana caktuara që i ki sot, që zgjedhjet janë dilën, nuk janë as 5 vjetë, mas 5 vjetë pak i ndryshon. Ta shtimja, këtu kandidati i LVV-s, i cili është edhe kryetar komunës, Qemal Aliu, unë nga jashtë mendoj që ka bu punë mirë. Po më duhet me pranu që shtimja nuk është një për komunave që e frekuentoj. Kështu që nuk e di bashkë mirë. Po mu ka duk që ka një mirë njohje për ta. Ka pas investimet qeverisë. Ka pas investimet qeverisë, ka punu mirë, e ka bo një gabim të jashtëzakonshëm që uroj që nuk e vazhdon tutje me këtë zhvendosjen e këtij institucionit për trajtimin e njerëzve me probleme mendore, që po të më është vendosë jashtë shtimës, aty krejt komunitetit domethënë janë kundër. E uroj që këto mos më bë, por përndryshe mua ka dukur që është kryetar i mirë i shtimës, edhe përkundër faktit që tash PDK-ja ka dalë me një kandidat që është po ashtu shumë më i pranueshëm për qytetin, mendoj që ai ka dhënë një mandat në shtime. Me apo pa baljotar? Këto nuk muj me e ditë, sepse nuk e di fuqin tjema, e di që PDK-ja është e forë shtimet, nuk e di ja kanë parti tjera ndonjë. Shkojmë me Kaçanikun, hanin e Lezit. Kaçanikun, PDK-ja me shumë probleme. Po, edhe këtu rrezikon PDK-ja me hub Kaçanikun, mendoj që këtu vendosja është forcueshëm. Edhe në anën tjetër PDK-ja nuk e ka gjetë kandidatin e duhur. Dytë vetë janë. Ai PDK, ky PDK, ndërkohë shumë lartë është megjithatë ja jep PDK-s apo vetëvendosjes. Unë mendoj që Kaçanik vetëvendosja fiton. Okej. E di që garë e ngushtë, nuk e thëmë me sigurinë e plot, po mendoj që ma shumë i ka që asa të ratë. Do të ishte, nëse fiton vetëvendosja, ki parasysh se aty ka dështu me Emri Krasnisi me menaxhu degën. Kështu që nëse fiton, ja kanë dhuru vetë. Sepse i ka shtime u përplas dy njerëz të unë kom pa që ka pak nacilat e PDK-ja. Shtërpcen lista sërbe të tjerët, sigurisht se këta e kanë. Dhe kemi Hanin e Lezit e kipë. Hanin e Lezit janë një kandidat, kryetari aktuali i PDK-s dhe zoti Suma. Këtu baljotash nuk ka. S'ka. Natyrisht janë veç dy kandidat, po përveç PDK-s, që e ka mujtë herë kalu me zotin Suma, pra është rikthim, me sa kom pa këtë parti tjera me Rufki Suma. Kështu që unë mendoj që këtu Rufki Suma mund të më u kthy. E natyrisht edhe pak nacit eventuale në Kaçanik mund me pas efektin në PDK-s Hanin e Lezit, atë praktikisht